inshallah nuk e ka ndërmend me zgjedhje edhe Mis Lopën. Inshallah nuk e ka ndërmend me zgjedhje edhe Mis Lopën. Po, inshallah po them nuk e ka. Kryetari unë e di që ka bënë marrëveshje, këtu janë mendimi im është që këtu janë marrëveshje para fushatës për lopë të cilat do të subvencionohen. Jo, edhe për lopë e ka bënë marrëveshje me një kompani e cila do t'i shpërndan 50 lopë këtë vit. Inshallah nuk e ka ndërmend me zgjedhje edhe Mis Lopën. Inshallah nuk e ka ndërmend me zgjedhje edhe Mis Lopën. Po, inshallah po them nuk e ka ndërmend me zgjedhje Mis Lopën sepse janë është për çudi. Unë mendoj që subvencionet do të me pas një kujdes të veçantë si po ndahen. Kështu që kryetari Muharremaj e ka ndikimin edhe ka pas ndikimin edhe të drejtorët e vet që subvencionet nuk kanë shkuar në drejtimin e duhur. Urdhra përgjigje kryetari pastaj do të vijë me subvencionet nuk i dan kryetari komunës, është një komision sipas rregullores që ka kaluar në asamble komunale, konkurrojnë, vlerësohen edhe ata që marrin, kuptohet nëse ndahen 300 pajisje të bujqësisë, konkurrojnë nimi vet. Aty ka me pas edhe ndoshta edhe fjalë, ose thashë të thonë, po s'do të qoftë vendos komisionet përgjithësinë ka komisioni, po janë do rregullat që kanë rënë as mujmit e kalu, nuk mund kryetari me dhon kujt do nas çka do nas përzit ato puna si ka interesuar kryetarit asnjëherë, po është një rregull orë edhe po them se është një komision që ai vendos ai në shkollë dhe ai merr përgjithësinë. Kështu është. Asaj përket marrëveshjes që kemi me lop me skigare se ka fundit të torit kanë më shpërdar lopë komunën Sarikës. Jo se ki marrëveshjen me lopë. Jo se kam me kompani rendeze, që është në shku marrëveshja, ju dini që të hujt nuk kanë dështu asnjëherë, unë besoj që ato kanë më ardhur në fund të muajit dhe kanë më shpërdar ata më të vërtet që do. Po misin a keni vendosur ta zgjedhni apo? Po pas kanë plan me zgjedhje për qyrën, Jo, unë nuk kum premtu